Si çdo vit edhe këtë pranver, grupet e vizitorëve vendas dhe të huaj kanë nisur të vizitojnë destinacionet turistike të Luginës së Drinos, ndërtoi edhe parkun arkeologjik të Antigones. Vizitueshmëria në këtë park ka filluar të rritet që prej ditëve të para të janarit, që prej fillimit të vitit ky sit arkeologjik është vizituar nga më shumë se 300 turistë, duke regjistruar një rritje të ndjeshme krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kanë filluar të vizitojnë destinacione turistike të Luginës së Drinos, siç janë kalat, urat, rrugët, manastiret dhe shumë objekte dhe kulti apo qendra të tjera historike e kulturore. Edhe Antigonea është një nga destinacionet shumë të rëndësishme të Luginës së Drinos. Dhe si e tillë, që prej ditëve të para të janarit kanë filluar vizitueshmëria, por edhe personat përgjegjës të guidave të cilët vijnë për të parë realisht ambientin dhe monumentet në Antigone. Deri tani jemi në fazën kur mund të themi se viti 2025 patjetër do të jetë një vizitueshmëri e cila do të lërë për shtypje. Për arsye se kontaktet që kemi pasur me agjensitë ndryshme turistike dhe institucionet janë pozitive. Kështu që Antigonea tashëm është gati për të pritur dhe përcjell vizitor nga vende të ndryshme. Kemi një lloj dyfishimi të numrit turistëve, nuk do të jetë surprizë që nga muaji maj ne të japim një shifër që nuk është përmendur asnjëherë. Mendojmë dhe patjetër do të provojmë vizitueshmërinë e vizitorëve të cilët do të qëndrojnë dhe jo vetëm vajtjeardhje, por do të qëndrojnë ndoshta edhe për fjetje, sepse ka pasur vizitueshmëri Bernaditës. Këtë ne konstatojmë edhe në përgatitjen e bujtinave të reja që kjo zonë në përgjithësi, por dhe gjithë Lugina e Drinos, sepse ne kemi edhe sitin arkeologjik të Adrianopolit, mendojmë dhe duke kontaktuar, themi se viti 2025 do të jetë ndryshe. Për të vazhduar këtë trend të rritjes së vizitorëve në parkun arkeologjik të Antigones, gjatë muajve në vijim do të realizohen një sër aktivitetesh. Një lloj përvoje kemi krijuar, një lloj kalendari për pritjen dhe përcjelljen e tyre edhe me aktivitete të ndryshme kulturore, sidomos me ekspozita, me mini koncerte, por edhe me pjesë të tjera të cilat janë pothuajse të udhëhequra nga mjeshtër të artizanatit, siç janë ata të punimit të gurit, të drurit, por dhe të punimeve të tjera të qëndruestarisë që kjo zonë i ka tradit. Kështu që në përgjithësi trashëgimia kulturore historike dhe folklorike është e njohur për këtë zonë edhe nëpërmjet promovimit që ne kemi bërë. Dhe të gjitha së bashku e bëjnë Antigonen tashëm një destinacion shumë të rëndësishëm për të vizituar. Po ashtu tashmë kanë filluar edhe përgatitjet për mirëmbajtjen e ambientit dhe për mirësimin e sinjalistikës informuese, ndërsa në të janë krijuar edhe sheshe për pushim dhe mundësi për piknik në natyrë, për të bërë përvojën e vizitorëve më të këndshme dhe të plotë.